shëndetësinë e ke falas si tu premtua apo jo? Se u premtu shëndetësi falas 2013. Patjetër ishte gabim. Patjetër ishte gabim. U përdor si slogan elektoral për të fitu vota e me radhë. Ne që merremi me këtë punë, e dim që kjo ishte një gënjeshtër e madhe, e dinim që në fillim. Dhe ja realiteti. A është sot falas shëndetësia apo jo? Organizata Botërore e Shëndetësisë na thot në një raport vetin që 59.7% e shpenzimeve shëndetësore paguhen nga xhepi në Shqipëri. 60% po ta rrumbulla Kosovën. Dhe është në rritje, nuk është se ka qenë e ulët dhe përpara, ka qenë diku 49%. Nga 49 ka shkuar 60 në to 12 vitet e qeverisjes Rama. A është falas kjo? Përgjigjja është e thjeshtë, ajo po BSH-ja nuk është falas. Si bëhet kjo? Po ti do bësh të shohësh nevojat e pacientit. Ku janë nevojat e pacientit, çfarë hallesh kanë dhe t'ia çosh shëndetësinë atje ku është. Në radh parë, shëndetësia kushton. Dhe shëndetësinë duhet ta buxhetosh. Pra duhet të jenë shpenzime publike.